më duhet megjithatë të rikujtoj kolegët këtu se ekstremizmi politik edhe dhuna ka një histori të veçantë në Kosovë. Dhunën në politik në Kosovë ka përdorur PDK-ja fillimisht, madje pa përfunduar lufta dhe sidomos pas luftës. Madje dhunë ekstreme deri në vrasje. Mos e harroni këtë fakt. Edhe në i fakta, për shembull, kur e kam rrop. Shkon mirë me përmend. Është mirë që nëse mendoni që ka pas krime të krime duhet me raportimi kur të drejtësisë. Është mirë me thon kam kur është gjykse. institucionet e drejtësisë. Ka alo mundësi me shku. Dhe vetëm me thon kështu. Jo, po. Unë mund ta them. Po ti mundesh me thon, po është pa përgjigje. Manis mundesh. Po. Jo, është më se qartë që dhunë ka përdor, madje dhunë fizike deri në vrasje. Gjatë lufte, mas lufte, diçka mirë mi sqaru këtë gjona. Ata persona që janë vrarë Dardan nuk i ka vrarë reja. Po ti pëlluj ka vrarë PDK, është mirë me qartësu. Gjykatat tona është mirë me qartësu. Me gjithë respektin, mirë po. I gabuar. PDK-ja nuk ka ekzistuar para luftës. Mirë po. Këtu me sharruni are. Kjo çka po thuash pikërisht jetoj e sqaru propagandën edhe dezinformimin që vetë vendosja ushqen te kombi shqiptar vllavrosja. Nëse ti zotri ki dëshmi që dikush e ka vrarë dikon, prej emisionit duhet të shkruaj në prokurori. Propagandën Po që dinë pse prokuroria nuk vjen të na. Eksakt. Do të keni parasysh që tjetër është çështja e bërit të politikës së dhunshme, tjetër është propaganda. Sepse vërtet Ermali tha atë kandidatin Skenderaj nuk e ka rrah Perëndia. Nuk e ka bë me gjak ashtu Perëndia, po një kryetar komune e keni parasysh. Jo, ashtu e ilustru dezinformimin që vetë vendosja ja bën kombi. Që ndërlidh gjonat që janë pa vërteta me individ që janë real e prapë pa vërteta. A bën më dëgju? Po. Ekstremizëm politik për fat keq në hapësinë shqiptare s'ka fare. Në rast se e marrim parasysh në kuptimin e mirëfillt të fjalës politike. Ekstremizëm dhunë thash ka pas deri në vrasje, po jo ekstremizëm politik, sepse askush nuk po kërkon që të ma ktheni toplicën time politikës, që të krijohet Shqipëria e madhe, të bashkohet. Ky është ekstremizëm. Këte do ta quanin të tjerët ekstremizëm, sepse asun se quaj ekstremizëm. Sakt. Po këte do ta quanin të tjerët ekstremizëm politik. Ose promovimi i ideve fashiste ose ekstreme të majta e tjerë, ai është ekstremizëm.